parashikues, ju përshëndes dhe mirë se vini në edicionin informativ të lajmeve këtu në Blu Televizion, ku do të ndjekim së bashku zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. E nisim me kronik. Një zjarri për masave të konsiderueshme përfshiu mbrëmjen e së hënës një sipërfaqe me bimësi dhe shkure në zonën e Llamanit në Imar. 5 automjete dhe efektiv të shërbimit zjarfikës bën të mundur që zjarri të vijë në kontroll, ndërsa dyshohet se zjarri ka qenë i qëllimshëm. Temperaturat e larta kanë shtuar rreziqet në zjarret në qytetin dhe rrethin e Vlorës. 2 zjarre janë regjistruar vetëm gjatë 24 orëve të fundit, i pari është regjistruar mbrëmjen e të hënës në zonën e Llamanit në Imar, aty ku është luftuar me flakët për shumë orë të tëra deri në orën 5:30 të mëngjesit, ku është bëri mundur dhe lokalizimi i zjarrit. Megjithatë, është djegur një sipërfaqe konsiderueshme me bimësi dhe shkure. Ndërkohë, një tjetër vatërzjarri është regjistruar paraditën e kësaj të martë në lagjen Lirim, në zonën e quajtur qafa e topit apo e antenave në zonën e qytetit të Vlorës. Për shkak të vështirësive për të mbritur nga forca zjarfikse dhe erës së fortë, flakët kanë avancuar, duke rrezikuar të diqet një sipërfaqe e konsiderueshme. Duke se temperaturat e larta, por dhe era kanë favorizuar përhapjen e flakëve gjatë ditëve të fundit, duke shtuar edhe rrezikun e shtimit të zjarreve gjatë kësaj periudhe. Temperaturat e larta të ditëve të fundit kanë shtuar rrezikun e zjarreve në qarkun e Vlorës. Vetëm në 24 orët e fundit janë regjistruar 2 vatra zjarri, të cilat kanë djegur sipërfaqe me bimësi dhe shkure. Një zjarr i përmasave të konsiderueshme përfshiu pasditën dhe mbrëmjen e së hënës, një sipërfaqe me bimësi dhe shkure në zonën e Llamanit në Imar. Flakët u përhapën me shpejtësi, të favorizuara nga temperaturat e larta dhe era e fortë në zonë. Si pasojë e përhapjes së tyre, u dojt një sipërfaqe konsiderueshme me bimësi dhe shkure, sa u rrezikua dhe zgjerimi më tejshëm i zjarrit. 5 automjete dhe efektiv të shërbimit zjarfikës, si dhe të emergjencave civile, ndërhyn gjatë të gjithë natës, duke bërë të mundur që zjarri të vijë në kontroll vetëm rreth orës 05:30 të mëngjesit. Sipërfaqja e djegur është e konsiderueshme, ndërsa dyshohet se zjarri në zonën e Llamanit ka qenë i qëllimshëm. Për ngjarjen kanë nisur hetimet. Ndërkohë, gjatë paraditës së martë, një tjetër vatër zjarri u regjistrua në lagjen 15 tetori pranë antenave, duke rrezikuar përhapjen dhe duke djegur një sipërfaqe me pemë dhe shkure. Forcat zjarfikse ndërhyn menjëherë pavarësisht vështirësive për të mbritur në zonë, ndërsa dyshohet se zjarri është vendosur qëllimisht për hapjen e kullotave të reja. Për të dyja ngjarjet kanë nisur hetimet, ndërsa autoritetet apelojnë për kujdes maksimal, pasi temperaturat e larta kanë rritur ndjeshëm rrezikun e zjarreve në të gjithë zonën. Policia e shtetit bën të ditur se gjatë muajit qershor dhe 2 javëve të para të korrikut janë arrestuar ose proceduar 29 persona të dyshuar për zjarrvënie. Policia u bën thirrje qytetarëve, fermerëve dhe pronarëve të tokave të mos ndezin zjarre dhe të denoncojnë çdo rast zjarrvënieje. 29 autor zjarrvënie është arrestuar gjatë muajit qershor korrik. Policia bën apel mos ndizni zjarre. Policia e shtetit ka bërë të ditur se gjatë muajit qershor dhe 2 javëve të para të korrikut janë arrestuar ose proceduar 29 persona të dyshuar për zjarrvënie. Vetëm në 24 orët e fundit policia arrestoi 2 persona në Kavaj dhe Vorr, ndërsa një tjetër u procedua penalisht në Mallakastër për 3 raste të ndryshme zjarresh. Në Kavaj flakët të dogjën kullota dhe rreth 300 pemë agrumesh dhe ullinj, ndërsa në Vorr u dëmtua një sipërfaqe toke me dru frutor. Në Mallakastër, një zjarr i shkaktuar nga shkëndija elektrike gjatë rrethjes së një automjeti dogji 10 pemë are. Policia u bën thirrje qytetarëve, fermerëve dhe pronarëve të tokave të mos ndezin zjarre dhe të denoncojnë çdo rast zjarrvënie, duke garantuar anonimat dhe reagim të menjëhershëm. Në njoftimin e saj zyrtar, policia e shtetit bën me dije se si rezultat i hetimeve të shpejta dhe veprimeve operacionale të kryera nga strukturat e policisë së shtetit në qarqja me objektiv vënien përpara përgjegjësisë penale të autorëve të zjarrvënieve, u identifikuan 3 autorë të dyshuar në Kavaj, Vorr dhe Mallakastër. Shërbimet e policisë arrestuan këta 3 shtetas, të cilët akuzohen për zjarrvënie të qëllimshme. Policia e shtetit apelon sërish ndaj qytetarëve, fermerëve dhe pronarëve apo dhe poseduesve të kullotave që në asnjë rrethant të mos ndezin zjarr. Gjithashtu, praktika e gabuar dhe penalisht e ndëshkueshme e djegjes së mbeturinave në toka bujqësore ose kullota përbën rrezik për përhapjen e pakontrolluar të flakëve, si dhe për dëmtimin e pronës, shëndetit dhe jetës. Policia e shtetit fton qytetarët të denoncojnë menjëherë çdo shtetas që tenton të kryejë zjarrvënie, duke ju garantuar anonimat të sigurt dhe veprim në përputhje me ligjin.
Lagja Kushtrimi edhe këtë vit ofron kontrast realitetesh, po në të njëjtën zonë. Në njërën anë të rrugës gjenden pallate 2, 3 dhe 4 katëshe të rehabilituara në total, ndërsa në anën tjetër godina banimi pas një kusht infrastrukturor. Lagja Kushtrimi edhe këtë vit ofron dy realitete krejtësisht të kundërta në po të njëjtën zonë. Në njërën anë të rrugës gjenden pallate 2, 3 dhe 4 katëshe të rehabilituara në total, ndërsa në anën tjetër godina banimi pas një kusht infrastrukturor. Dy zona në të njëjtën lagje ku në një pjesë të saj, godinat e amortizuara të pallateve që rrezikojnë shembjen dhe në anën tjetër fasada pallatesh të rehabilituara që kanë marrë një tjetër pamje nga më parë. Në lagjen Kushtrimi në Vlorë në të njëjtin blok banimi në të dyja anët e tij vjen re dy realitete për sa i përket gjendjes infrastrukturore të godinave të banimit. Në krahun tim të majt janë godinat e banimit të cilat janë rehabilituar totalisht dhe qindra banor në to jetojnë sot në kushte më të mira, ndërsa në anën e djathtë situata është totalisht ndryshe, ku fasadat e pallateve janë të amortizuara dhe njëkohësisht në to jetojnë banorët të cilët përballen sot me mungesë të theksuar të kushteve të jetesës. Prej kryqëzimit që të çon për në aksin transballkanike te Komisariati i Policisë së Vlorës dhe më pas deri në hyrje të qytetit, fasadat e pallateve janë të parehabilituara. Godinat e banimit përgjatë rrugës Rakim Malile, ku fasadat e tyre janë rrëzuar për tokë për shkak se janë ndërtuar dekada më parë. Në ambientet e brendshme lagështia bën të sajën duke rrëzuar muret dhe duke sjellë më tepër amortizim tek pjesa e shkallëve dhe në hapësirat e përbashkëta. Problem mbeten gjithashtu bolierët me ujë të vendosur në taracat e këtyre pallateve, që janë kthyer në faktor të amortizimit të tyre dhe pushtimit nga lagështia. Ndërsa në pjesën tjetër realiteti është krejtësisht ndryshe, si pjesë e projektit të bulevardit të Palmave. Godinat e banimit janë rehabilituar totalisht si në pjesën e fasadës së tyre, por edhe në brendësi. Bolierët janë vendosur në katin e parë ose nën tokë, duke zgjidhur një prej problemeve më të mëdha të banorëve. Të gjitha pallatet janë veshur me sistem kapot dhe termoizolues, çka i mbron nga lagështia dhe kushtet atmosferike. Domosdoshmëria është që gjithë kjo zonë të jetë në të tillë gjendje me godina të rehabilituara. Mos të vazhdojmë ky realitet me dy standarde dhe projekti për rehabilitimin e fasadave të shtrihet edhe në pjesën kryesore, ku ka më shumë godina banimi të lagjes Kushtrimi. Në Vlorë duket se qytetarët e bëjnë plazhin bashkë me automjetin e tyre. Pamje që do të ndiqni në ekran nuk ka nevojë për koment, teksa syri të sheh dhjetra automjete që parkojnë çdo ditë në Bregdet duke u kthyer në një shqetësim për pushuesit vendas dhe të huaj. Me dhjetra mjete parkojnë çdo ditë në Bregdet duke u kthyer në shqetësim për pushues vendas dhe të huaj. Shumë sipas pushuesve mund të parkojnë në pranë vijës bregdetare duke rrezikuar jetën e tyre. Pushuesit thonë se duhet të merren masa patjetër që të tilla mjete të mos parkojnë afër çadrave, aty ku ka fëmijë të vegjël, të cilëve u rrezikohet jeta. Siguria në plazhe duhet të jetë një prioritet i organeve ligjzbatuese, ndaj pushuesit apelojnë për më tepër vëmendje ndaj fenomenit negativ që po ndodh në Bregdetin e Vlorës, të parkimit të mjeteve deri pranë Bregdetit. Si hapësirë është mirë, kurse nga ana e pasardhësisë është për tokë. S'ka as kosha, as ku mund të hedhin motorinat për një gjë që mund të hanë klientët apo të pinë. Dhe pi ujë ku da shishen. Mjetës, po, edhe mjetët parkojnë vend e pa vend. Ka ardhur, unë këtu jam për ditë, ka ardhur policia një ditë, sistemoj ca në një anë, tha, jo në dy anët. Edhe ajo është problematike, edhe parkimi. Megjithatë, ku do parkohen? Jo, ka hapësirë. Ka hapësirë publike. Hapësirë publike do i them se... Ka dhe makina që parkojnë shumë afër bregut. Po, ka dhe nga do, është problem. Ata ndoqi policia, ata që ishin më afër bregut, duke i nxjerrë të sistemora, në njërën anë. Po, kujdesi duhet shumë i madh, rrezikojmë ja. Shife, ai fëmijë që ai vogël është, po i kërë vete, po kalon rrugën. Kujdesi duhet. Janë për neve që këtu është, e kam për diçka që është i qetë, kemi vend për të parkuar. Mirë, do të ka, e marrë me vete këto, nuk paguajmë një gjë, do se ka gabim, do të caktojnë të këmbërë një vend atje, me kufizime, po se s'kam vend ata shënjë për shumë atje. Ja, edhe unë këtu e kam vend këtu me ata në bërë. Po e ke parkuar? Normale. Edhe estetikën dhe tjerat, edhe për efekt estetike nuk është...
Po ata kanë vënë personel këtu, nuk bëjnë detyrën ata sepse e shikojnë disa që janë me ato uniformat, pastrojnë. Ata mund ta marrën edhe këtë detyrë këti. Sa vetë atje ti thotë riket se bëndë. Ata janë, do të jenë policia, jo, do të jetë. Ata e kanë të drejtën që të... Mirë, zonë e mirë është. Ka filluar të rregullohet edhe të përmirësohet në qikë, se vitin e kaluar ka qenë më ndryshe, edhe këtë vit është përmirësuar, sidomos me ato pjesën e Lugomarës që mund të përmirësohet akoma më shumë. Jo, kjo s'duhet vazhdoj, duhet sistemohen, to e në të ketë një vend apo stafat ku të përcaktohet bile edhe nga bashkia se ky vend është për parkim. Mos shpërndahen makinat vende pa vend ose edhe që rregullojnë edhe qarkullimin. Por ka pas raste që rregullojnë qarkullimin edhe mundet të rrezikojnë njerëzit që mund të kalojnë fëmijët me vrap ose persona të tjerë me fjalë të pakujdesshëm. Duhen marrë masat edhe bile qarkullimi rrugor duhet patjetër të bëjë një kontroll her pas here këtu. Por edhe pse, ditët e fundit, policia rrugore dhe ajo bashkiake, për mjetet të cilat parkojnë në Bregdet, ka marrë një sër masash administrative ndërshkuese, numri mjeteve që parkojnë në Bregdet edhe për gjatë kësaj të martë është i lartë. Godinat e braktisura në Vlorë, një problematik që zvaritet prej vitesh. Të kthyera në vendet depozitimit të mbetjeve, ato përdoren nga konsumatorë të lëndëve narkotike. Një shqetësim ky për banorët, ndërsa përbën edhe një rrezik serioz edhe për zjarret. Godinat e braktisura në Vlorë vijojnë të mbeten një problematik që zvaritet prej vitesh. Të kthyera në vendet të depozitimit të mbetjeve, ato përdoren edhe nga konsumatorë të lëndëve narkotike, ndërsa përbën një rrezik serioz edhe për zjarret. Disa prej këtyre godinave të ndodhura në lagjen 28 nëntori janë kthyer në një shqetësim real për banorët e zonës. Megjithatë, ndërtesa të tilla nuk mungojnë as në lagje të tjera të qytetit të Vlorës. Banorët shprehen të shqetësuar për situatën e krijuar, pasi prej vitesh këto godina kanë mbetur në të njëjtën gjendje. Ato janë të mbushura me mbetje, të cilat, sipas tyre, nuk janë pastruar pothuajse asnjëherë. Një tjetër shqetësim është rreziku i zjarreve, prania e personave endatsak, si edhe fakti që këto ambiente përdoren nga konsumatorë të lëndëve narkotike. Të gjitha godinat që janë të braktisura, të gjitha do të marrë masa, do të bërë diçka, bashkia do të bëjë diçka. O sekuestroj ose t'i bërë këmët në i këpuca atyre, t'i rregullojnë, t'i bëjnë të zotëve. Në mbeturinat, atje edhin gjithë mbeturinat, atje po edhin tëra mbeturinat, gjithë. Verë lagja atje edhë mbeturinat, prandaj që duhet bërë diçka. Po edhe ata vënë atë, që ata që konsumojnë narkotika, aty futen ata, se ku do më shien. Po edhe rrezik zjarri që do edhe mbeturinat do digjet, do edhe nga njëri cigar atje që vullit pinë cigar, do edhe cigarin mori flak. Ajo dihet, po infeksionet të tëra ka shumë të këqija ka. Po janë problem, si janë problem. Problem ajo sidomos ma ta në ndjenjë është një ferë e madhe, e kemi lajmëruar, po s'ka në ardhë. Po dashi zjerë, atje mund të kete gjallëprinj. Ma ta në ndjenjë. Në thonë me frikë, kur i thonë. Që çdo gjë pret atje. Nuk e di po e keni para të ferën në brapa. To janë private, pasi kjo është jashtë godinës, kjo ferë e madhe. Nuk e di që se keni parë aty problemës, sidomos në këto gjallëprinjta, minjta, që a them, në ato nuselale. Ky është varosh i vjetë, që thonë ky është varosh. Pse janë braktisu meret vesh në shi. Po si jo jatë i shkoj që janë këthyrë. Banja publike janë këthyrë, mbeturinash. Kosh mbeturinash. Bartës e infekcione. Qatë? Po të gjitha janë. Qa është bën vaki sot? Jetë e pasigurt është. Shumë vite ka, se këtu ka qenë për para shite vajguri, ja. Te ka godina tjetër atje, ka qenë dyqan që shite vajguri. Private janë të gjitha këto. Duhet vendorë, qoftë nga privati që nga shteti, duhet vendorë që këto të mbajnë pastra apo të mos Po pse duhet të mbajnë pastra? Ne investojmë. Paguajmë taksa? Pse nuk pastrojnë? Pse nuk vije dorë nga shteti? Përse i paguajmë këto taksa? Ve për të na qethur ujin dhe të tëra? Ishi 1500 tarifa, e qoj 2500 të ujit. Këto janë pensionit që na ngrënë neve. Ne po i paguajmë tarifa gjitha, edhe jemi në këtë gjendje.
Godinat e braktisura vijojnë të mbeten një problem i pasgjitur në Vlorë. Deri më tani nuk është gjetur një zgjidhje konkrete për rehabilitimin apo shembjen e tyre, ndërsa banorët shprehen se jetojnë çdo ditë me pasigurinë që krijojnë këto objekte. Edhe pse kanë kërkuar në mënyrë të vazhdueshme ndërhyrjen e pushtetit vendor, ata thonë se deri më sot asgjë nuk ka ndryshuar. Përpasoj, banorët e zonës dhe qytetarët e Vlorës vijojnë të ndihen të rrezikuar nga gjendja e amortizuar e këtyre godinave. Pas dëmtimeve të shkaktuara nga përmbytjet e tetorit 2024, ka nisur punimet e rehabilitimit të xhamisë së Plumbit në Vlorë. Ndërhyrja do të përfshi kryesisht ambientet e brendshme, por dhe fasadën e godinës dhe sistemimin e hapësirës përreth saj. Më në fund, dritë jeshile për rikonstruksionin e xhamisë së Plumbit në qytetin e Vlorës, pas shumë burokracive prej vitit 2024, kur edhe xhamia u dëmtua si pasojë e përmbytjes së qytetit nga rreshtet e dendurat të tetorit të vitit 2024, duket se situata kishte mbetur në ngërsh. Tashmë ka nisur edhe rrethimi i xhamisë së Plumbit pa një kantier ndërtimi, për të nisur më pas me restaurimin e pjesës së brendshme aty ku dhe kjo xhami ka pasur dëmtimet më të shumta. Dritë jeshile për rikonstruksionin e xhamisë së Plumbit në Vlorë. Pas dëmtimeve të shkaktuara nga përmbytjet e vitit 2024, xhamia e Plumbit në Vlorë ishte në pritje të rikonstruksionit. Vetëm pak kohë më parë, nisja e punimeve u konfirmua edhe nga Miftyri i Vlorës. Tashmë punimet kanë nisur me rrethimin e zonës në oborrin e xhamisë. Rikonstruksioni pritet të përfshijë kryesisht ambientet brendshme, të cilat pësuan dëmtimet më të mëdha nga përmbytjet, por edhe fasadën e godinës dhe sistemimin e hapësirës përreth saj. Xhamia e Plumbit ishte një nga objektet më të prekura nga përmbytjet që goditën qytetin e Vlorës në tetor të vitit 2024. Rikonstruksioni i saj u premtua menjëherë pas evidentimit të dëmeve për shkak të rëndësisë historike dhe kulturore të objektit, si dhe për faktin që ajo ishte një nga monumentet më të vizituara nga turistët e huaj. Gjatë kësaj periudhe edhe besimtarët musliman kanë zhvilluar falit në xhamitë të tjera të qytetit, për shkak se xhamia e Plumbit ka qenë jashtë funksionit. Punimet nisin tashmë rreth 2 vjet pas dëmtimeve të shkaktuara nga përmbytjet dhe pritet të zgjasin afërsisht 1 vit. Synimi është që rikonstruksioni të përfundojë në kohë në mënyrë që xhamia të jetë e gatshme të presë besimtarët dhe vizitorët gjatë sezonit të ardhshëm turistik. Rrjetet sociale po keqndikojnë edhe tek të rinj. Qytetarët të intervistuar në këtë të martë për Blu Televizion thonë se krahasuar me brezat e mëparshëm, kjo gjenerat nuk njeh respektin ndaj tyre dhe duhet të ketë kufizime për sa i përket përdorimit të rrjeteve sociale, veçanërisht kjo në grup moshat e vogla. Ndikimi i rrjeteve sociale tek të rinjt është tepër negativ. Qytetarit e Vlorës mendojnë se përdorimi për shumë gjëra i telefonit sjell vetëm efekte negative. Të rinjt, duke qëndruar në telefon, sipas qytetarëve, harrojnë punën, prindrit apo familjet, teksa rrjetet sociale shtyn këta të fundit vetëm drejt veseve. Duke e krahasuar me brezat e mëparshëm, qytetarët thonë se gjenerata Z nuk ka më respekt për asnjë, as për mësuesit, roli dhe figura e të cilit është zbehur ndjeshëm. Sipas qytetarëve, duhet të ketë më tepër kufizime për sa i përket përdorimit të rrjeteve sociale tek të rinjt. Të varu, të rinjt. Po shikojmë neve, që të shikojmë? Kam ja, telefoni gjim, gjesë ndarkët, të telefoni kanë gjellu. Po e dëmshmesh, se ka reze, të qorron, të ben, të gjithat këqijat i kena telefoni kujta. Po thuaj se, mos ta them 100%, po 80% po një është. Në krahasim me brezin tuaj, si janë ta të rinj sot? Janë, shiko, edhe shumë faj s'kanë se mësusi nuk e zë me dorë do të brezin e ri. Sa je shante molle kuqe, arsimtarin, kujton. Prindrit kanë shumë faj që si edukojnë mirë, ky brez është i pa edukuar edhe pa shkolluar. Po janë të varu janë. Po shikojmë të koha që ka hargjojnë atje, gjithë kohën. Që mosha të reja, dita në atjerin. Do të raste kur ju thoni hiqeni telefonin? E ka një qikë të vështirë të... Sa të bëmë? Se ka është kjo të sot? Se ka kjo... Ka edhe zhvillim, po ka edhe anë negative. Do një se cilë e zjetë vetë jetën, neve të moshuarët, duhem që çdo gjë jetë me kufi. Ka rrjete sociale ndikim negativ tek brezi i ri? Kanë edhe pozitive dhe negative. Po negative janë nuk kontrollosh çdo gjë sipas traditës zakonit, që të ruhet ajo çka është e mira.
Ka sjellë rrjeti social dhe telefoni shturjen e brezit të ri? Po, kjo varet nga vendi, nga edukimi, nga shumë arsye. Edhe ka sjell, edhe të mira dhe të këqija, atë që thamë. Si shikoni tani rinin donjate në krahasim me atë më përpara kur nuk ekzistonte teknologjia? Jo, tani të themi atë që është drejt në shqetësim nuk ka, që të themi që ti kritikojmë ma që rëndë. Po ja, këto që thatë juve, rrjetet sociale, do t'jenë më të kufizuar, t'jenë me orarë, shikojnë mësimit, shikojnë gjithë shka me karar, ku i themi në të moshaturë. Po ti nuk i ke parë gjithë të rinë me telefona janë, me telefona shumë e në ata 4, ja, si punë këtyre që ke ti. Gjithë të rinë, ku ka ja tjerë 5 vjeqë. Po pse kjo situatë? Po se s'ka, po dimë, se marrëvesh edhe unë këtë. Edhe unë kam një përmbeza po silën ata prindrit, që mbaj pesh. Çfarë ke për jetën sociale? Dhe të këtë aktivitet. Dhe të bërë aktivitete. Kanë sjellë shturjen e brezit të ri? Pa tjetër. Duke krahasuar S'ka, me tuaj? jo, po me tonë sarin kur të. Se? Po sarin, ne keshim respekt, kur vinte babaj ngreshim me këma. Vinte babaj na puna ngreshim këm. Po tani? Le ma manë këtë të Atë punë bëjnë, se më s'kam punë tjetëre. Atjerë një të TikTok, WhatsApp, qatë të mërë Facebook, atje punë e kanë arrua fare, edhe merren me këshu. Janë të dëmshme? S'ka ku të vej me. Në sytë, në mendje, në tjetër. Kanë gëllë brapa, kanë mendjen edhe kanë arrua punën. A ka sjellë shturjen e brezit të ri? Breziri, qa breziri? Breziri ka ikur i gjitha edhe rri rrugë. Po ta krahasosh me rinin më përpara me këtë tani çfarë? Janë zero të sot. Sipas Instat, në 6 mujorin e parë të këtij viti, bazuar në të dhënat e konsumit të internetit, është rritur ndjeshëm përdorimi i rrjeteve sociale. Të njëjtat të dhëna konfirmojnë faktin se grup mosha e cila përdor më tepër internetin është 14 deri në 35 vjeç. Policia kufitare dhe njësia policore detare u erdhën në ndihmë 9 turistëve të huaj në 2 raste të ndryshme në Imare dhe Eksamil, duke shmangur pasoja për jetën e tyre. Policia kufitare dhe njësia policore detare u erdhën në ndihmë 9 turistëve të huaj në 2 raste të ndryshme në Imare dhe Eksamil, duke shmangur pasoja për jetën e tyre. Reagimi menjëhershëm dhe profesional i shërbimeve të policisë kufitare bëri të mundur shpëtimin e 9 turistëve të huaj në 2 raste të ndryshme të ndodhura gjatë të hënës në Imare dhe Eksamil. Në Imare, pas njoftimit të marrë nga një shtetase spanjolle se i fejuari i saj kishte mbetur në vështirësi në det në zonën e Filikurit, pasi kajaku me të cilin po lundronte ishte fundosur, shërbime e policisë kufitare organizuan me njërë operacionin e kërkim shpëtimit. Brenda një kohe të shkurtër u bëi mundur lokalizimi i tij, nxirrja nga ujë dhe transportimi në mënyrë të sigurt pranë pikës së kontrollit kufitar Himar, duke shmangur pasoja për jetën. Në Eksamil, rreth orës 12:45, shërbimet e policisë kufitare ndërhyn për të ardhur në ndihmë 8 turistëve brazilian, pjesëtar të së njëjtës familje, pasi mjeti i tyre lundrues tip skaf plastik rrezikonte të fundosej në zonën prapa vendit të quajtur Treishujt. Pas ndërhyrjes së shpejtë me gomone dhe jet ski, të gjithë turistët u shpëtuan, ndërsa mjeti lundrues u rimorkua në mënyrë të sigurt drejt plazhit Porto Rico në Eksamil. Të dyja ndërhyrjet u përmbyllën me sukses, pa pasoja për jetën apo shëndetin e turistëve, të cilët shprehën mirënjohjen dhe falënderimet e tyre për profesionalizmin, gatishmërinë dhe reagimin në kohë të shërbimeve të policisë kufitare. Policia kufitare apelon ndërkohë për respektimin e rregullave të lundrimit, përdorimin e mjeteve të sigurisë, si dhe shmangjen e lundrimit në zona që paraqesin rrezik. Është ndarë nga jeta në moshën 78 vjeçare aktori dhe humoristi i njohur Todi Lupi, një prej figurave më të spikatura të estradës, profesioniste të fjerit dhe një ikonë e humorit shqiptar. Arti dhe kultura fjerake janë në zi pas ndarjes nga jeta të aktorit dhe humoristit të mirë njohur Todi Lupi, një prej figurave më të dashura të estradës së fjerit. Me një karrierë mbi 5 dekada, Todi Lupi ka lënë gjurmë të pashlyeshme në skenën shqiptare, përmes roleve të tip plot humor, karaktere autentike dhe interpretimit mjeshtror të dialektit myzeqar. Ai u bë pjesë e estradës së fjerit në vitin 1971 dhe interpretoi gjithashtu në disa filma artistik, ndërsa publiku do ta kujtojë gjithmonë për rolet që e bën një
dedikon të humorit shqiptar. Në vitin 1989 u nderua me titullin artisti merituar, si vlerësim për kontributin e tij të çmuar në art dhe kulturë. Ndarja e tij nga jeta është një humbje e madhe për Fierin dhe për mbar artin shqiptar. Një valë e re të nxehtit ekstrem ka përfshirë Italinë në pjesën më të madhe të Europës, me temperatura të cilat pritet të arrijnë deri në 45 gradë Celsius në disa zona gjatë ditëve në vijim. Një valë e re të nxehtit ekstrem ka përfshirë Italinë dhe pjesën më të madhe të Evropës me temperaturat që priten të arrijnë deri në 45 gradë Celsius në disa zona gjatë ditëve në vijim. Për të tretën herë brenda pak javësh, autoritetet italiane kanë shpallur alarm të kuq për disa qytete. Sot niveli maksimal i rrezikut është në fuqi për Firenzen, Perugian, Brescian dhe Torino, ndërsa të mërkurën listës do të shtohen dhe Bologna, Frosinone dhe Roma. Meteorologët parashikojnë temperatura nga 39 gradë Celsius deri në 41 gradë Celsius në pjesën më të madhe të Italisë qendrore dhe jugore, si dhe në Sardenjë, ndërsa në zonat e brendshme termometri mund të afrohet me 45 gradë Celsius deri në fund të javës. Përveç vapës ekstreme, Italia po përballet dhe me thatësirë të theksuar dhe mungesë të burimeve ujore, veçanërisht në rajonin e Piemontes, ku autoritetet kanë ngritur alarmin për krizën e ujit. Temperaturat e larta kanë ndikuar dhe në jetën e përditshme. Në Firenze, korrierët e platformave të shpërndarjes së ushqimit kanë paralajmëruar grev, duke kërkuar mbrojtje më të madhe për punën në ambiente të hapura gjatë orëve më të nxehta. Vala e të nxehtit po prek dhe pjesën tjetër të Evropës. Në Mbretërinë e Bashkuar, temperaturat mbi 30 gradë Celsius po favorizojnë përhapjen e zjarreve, ndërsa në Francë flakët kanë përfshirë një pjesë të madhe të pyllit Fontainebleau. Në Gjermani, autoritetet raportojnë rritje të rasteve të mbytyjeve me 99 viktima vetëm gjatë muajit qershor. Të nderuar shikues, kjo ishte dhe gjithçka e përgatitur për edicionin informativ këtu në Blu Televizion. Bashkë miru takofshim.